Zelenski largohet duar poshtë nga shtëpia e bardhë. Trump nuk miraton raketa Tomahawk për Ukrainën. Takimi mes presidentit amerikan Donald Trump dhe homologut të Ukrainës Volodymyr Zelenski në shtëpinë e bardhë u zhvillua pa tensione, por dhe pa rezultate konkrete për Kievin. Sipas mediave amerikane, Zelenski kishte shpresuar të siguronte miratimin për furnizimin me raketa Tomahawk, po u largua nga Washingtoni pa marrë ndonjë premtim. Kjo ka shkaktuar zhgënjim në Ukrainë, ku pritet që vizita të sillte mbështetje të re ushtarake. Takimi mes presidentit Donald Trump dhe Volodymyr Zelenski u përshkrua nga media si ashpër dhe tensionuar, ku Trump deklaroi qartë se nuk ka ndërmend të furnizojë Ukrainën me raketa Tomahawk, të paktën për momentin. Axios përshkruan detajet sipas skenave të takimit ballë për ballë midis Trump dhe Zelenski. Takimi përfundoi papritur, pas 2 orësh e gjysmë mendoi se kemi mbaruar, le ta shohim se çfarë ndodh javën tjetër, tha Trump, duke i referuar takimit të tij të ardhshëm ballë për ballë me Vladimir Putinin në Budapest. Gjatë takimit në shtëpinë e bardhë, Zelenski shtyu fort për marrje të Tomahawks, por Trump nuk tregoi fleksibilitet. Kësaj here do të shohim si do të mendoj ai pas takimit me Putinin. Është mirë që presidenti Trump nuk tha jo, por për sot ai nuk tha po, shpreh Zelenski për NBC News, duke lënë të hapur mundësinë që vendimet të ndryshojnë të ardhmen. Trump nga ana e tij tha gjatë bisedës se i kishte kërkuar Zelenskit ashtu dhe presidentit rus Putin të ndalen menjëherë luftimet dhe të arrijnë një marrëveshje paqe. Ata duhet të ndalen aty ku janë, le të pretendojnë se dy fituan dhe le të vendosë historia, shkroi ai në rrjetet sociale.